Rritja e tarifave të shkollimit do të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së universiteteve. Ministria e Arsimit vitin e ardhshëm pritet të rekrutojë rreth 500 pedagog, çka do të ndihmojë në stabilizimin e raportit student-pedagog. Ajo për cilën ne angazhohemi këtë vit nëpërmjet politikës së kotave dhe tarifave është që nga njëra anë të mundsojmë një ulje modeste të numrit studentëve, por nga ana tjetër duke ofruar në buxhetin e vitit të ardhshëm mundësinë që institucionet e arsimit të lartë publik të rrisin deri me 500 veta në total stafet akademike, afrojmë në këtë mënyrë gjatë vitit 2015 në një mënyrë shumë të arsyeshme stafet akademike me numrin e studentëve drejt një proporcioni të arsyeshëm. Në provimin e shtetit, rreth 40% e mësuesve që aplikojnë kanë rezultuar mbetës. Edhe gjatë provimeve të shtetit, ku një masë e madhe profesionistësh mbesin në provimet e shtetit duke kapur shifra 40 edhe mbi 40% të mbetësve. Pra, studenti që shkollohet dhe diplomohet në shkollat tona të larta nuk arrin të kualifikohet si profesionist që të ushtrojë profesionin e tij, edhe pse është detyruar të shpenzojë rreth 5000 orë në për leksione e seminare. Javën e ardhshme pritet që të lidhet edhe kontrata me agjencinë britanike, e cila do të bëjë akreditimin e universiteteve, por edhe marrjen e masave ndaj tyre.